I dashur nipi im i parë, duke kërkuar ca fotografi, se her pas here i shoh fotot, që janë kujtime shumë më të bukura se këto që mbajmë në për celulare, gjeta një material që mund tjetë si pun albumi të mamas time, që është stërgjyshja jote. Ky është një vizatim topografik i vitit 1962-63. Është bërë një konkurim ke Ministria Ndërtimit, Drejtoria e Gjeodezisë Tiranë. Dhe tashi të shofësh ti, mor nipi im dhe gjithë moshatarët e tu, se sa talente ka pas. Një ndër to ka qenë dhe stërgjyshja jote, dhe më thënë mamaja ime. Pun me pen, thot, detyra numër 1. Me pen. Shif, këto gjitha janë punime me dorë. Pedagog pas ka qenë, Luti, nuk e di se si e ka pas emrin, vizatoi, gjyshja jote ka pas emrin Shejnas, Gjata. Këtu pas ka diçka që mungon tani. Se stërgjyshja jote ka qenë në fillim dizenjatore dhe ky ka qenë një konkurim për dizenjo, pra puna me pen. Detyra numër 2. Këtu Luli, pedagog H. Luli. Shiko tash ti, çfarë pune me pen o nipi im, stërgjyshja jote. A ka në një moshatar i joti që mund ta bëj këtë? Kjo është një vepër arti. Shofim faqen tjetër, se stërgjyshja jote, mamaja ime domethënë, pastaj bëri një shkollë teknike për gjeodezi, topografi, gjeodezi. Dhe përgatites të bënte vizatime topografike me këtë konkurim që ka bërë. Detyra numër 3. Tani, me sa di unë, ky që ka pedagog në Luli, apo Luti, nuk e di në Ron, po besoj se jo, po ta nisësh nga mosha. Si gjithmonë vizatoi Gjata, do më thënë Shejnazet Gjata. Këto viza janë bërë me tiralin, quaj. Tiralin, që kishte një vid, ishin 2 pjesë me një bisht, dhe kishte një vid, dhe kjo vida e shtrëngonte ose e lironte ato 2 pjesët e tiralinjas, mbusheshin me bojë për të krijuar vizën nga më e holla që është kjo këtu, edhe këto këtu, ke më e trasha. Do më thënë, duke u liru vida, bëj dhe viza më e trash. Tjetër punim. Detyra numër 4. Përsëri për të krijuar këto mbushjet me viza që do të shërbenin më vonë për të bërë hartat topografike. Detyra numër 5. E njëjta gjë. Shifi çfarë shkrimi teknik, qoftë i drejtë, qoftë
i Pierrot, sa që nuk të besohet që e ka bërë dora njeriut. Këtu është bërë një rreth me vija me dimensione të ndryshme, trashësi të ndryshme, me kompast. Do me thënë, kishte edhe kompaste që kishin aty ku i vijej maja, ishte tiralinja që quhej. Po ashtu me 2 pjesë, me atë vidë, dhe shtrëngoj ose liroj vida për të kriju një hapësirë sa trashësia e vizës ke tiralinja. Po shiko çfarë saktësie, pa as një dridhje dore, pa as një gabim, se kjo është origjinale, është origjinale kjo. Nuk është e fotokopjuar. Këto janë origjinale. Kemi prap një fragment ku janë ndërthurur harqet me trashësi të ndryshme vize dhe vizat e pjerta të bëra me tiralin. Shkrimi teknik shumë i vogël, shumë i sakt. Kalojmë në faqen në detyrën tjetër. Këto janë simbole që vendosen në harta topografike ku tregojnë se çfarë ka në atë tokë që është bërë fragmenti i hartës. Ka pyje, ka lumej, ka zhavore, ka ranore dhe ka simbolika të ndryshme. Që sigurisht mësoheshin nga. Këtu kemi të bëjmë me një kurs për shkrimin të Pierrot dhe nuk e di si quhet në sot ky lloj shkrimi. Në qoftë se e di si shkruhet ky shkrim, kur bëjmë në kompjuter që shkruajmë që thot Arial apo të ndryshme, nuk e di. Këtu pas kemi dhe një citat: kufit tona janë të paprekshme se der dhe gjak Enver Hoxha. Po gjaku fatkeqësisht po der dhe deri sot. Dhe ky është bërë një shkrim, ky është bërë me penë. Penë me bojë. Do të thonë, ky është një art i paparën. Nuk e di, a mund të ketë sot të dali biles, mendoj dhe të organizojmë një konkurs me audiencën që denjon të shikoj deri në fund këtë. Mund të dali ndonjë person i ri apo i mesëm apo mosha tretë që të bëj këtë shkrim? Tregoja dhe shokëve tu. Këtu kemi të bëjmë me mësimin që ka bërë mamaja ime në këtë kursin, që është detyra numër 11. Hartat që bëheshin në letër, ngjyroseshin edhe me ngjyra që tregonin relievin e tokës, të bregdetit, thellësia e lumejve, e detit, shi si vjen ngjyra duke u zbehur. Dhe këto ishin simbolet që në leksionet e mësimet e gjeodezisë e të topografisë, kush i shikonte këto harta e kuptonte se çdo të thot kjo ngjyrë, jeshilja, bluja, e të ndryshme kur bëheshin. Ky është një relief që është punuar me laps plumbi, këtu, me laps plumbi. Dhe shithe hiezimi sa në mënyrë graduale vjen,
Dhe këto relieve tregojnë lartësitë e maleve. Detyra numër 12 qenë ka kjo. Këtu kemi të bëjmë me një hartë, fragment harte, ku tregon rrugët. Këtu është proi i thatë, ky që e ka simboli projit. Kjo mund të jetë dhe kjo rrugë. Pastaj tregon këto jeshilet e vogla janë pemë. Këtu ku është më e dëndur këto vijat, hapësira midis vijave tregon sa lartësinë në këtë sipërfaqe, për shembull, kemi të bëjmë me lartësi më të madhe. Ku janë vizat më të ngjeshura, tregojnë lartësi, sepse presupozohet që këto fotografohen nga lart. Dhe sot që bëhen foto digjitale, po ti shofësh, sa më lart të bëhet fotoja, do dali relievi më i dëndur. Më kupton? Ja dhe këtu. Këtu ku është një dëndësi e madhe, tregon që është lartësia e asaj toke më e madhe. Këtu ku është më e hapur, tregon që mund të jetë një ultësirë, fush, që nuk po them fush, po në krahasim me dëndësinë këtu. Shiko çfarë vizat imët, unë nuk e di, unë e di dhe mbaj mend, mamaja ime punonte edhe me mikroskop. Jo mikroskop, lente zmadhuse. Gabova që thash mikroskop, po lente, mbante lente në dorë dhe bënte këto imtësira. Po afroje, po ta zmadhosh këtë, unë nuk e dija, do dalin ndonjë dridhje dore këtu, që mund të ketë bërë ajo e talentuara ime. Shi çfarë dëndësie shkrimi. Nuk e di, mua më duket si shumë e pamundur, po ja që i ka bërë dora mamas time dhe stërgjyshes tënde. Po ky çfarë mund të jetë? Mos është një stadium këtu. Se shi si ka formën e fushës. Nuk e di. Ja të shohim tjetrën. Prap këtu pas kemi shkrime të dimensioneve të ndryshme me pjerësi dhe vertikal. Të dali në një të bëj sikur 5 gërma të zgjedhi nga secili dimension. Edhe do t'i jap unë një çmim. Kaq kemi. Këto do t'i ruaj sa t'jem unë gjallë. Pastaj, në qoftë se ti nipi im ke dëshirë, këtu kemi dhe një vlerësim nga kjo është stema Republikës, nga Presidiumi Kuvendit Popullor të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë i jep Shejnaze Hysen Çelës medaljen e punës. Tiranë 25/11/1978, kryetari Haxhi Lleshi. Ka qenë kryetari Presidiumit Kuvendit Popullor të asaj kohe, për punë të mire të palodhur në plotësimin e detyrave të ngarkuara në studimet gjeologo-inxhinierike e gjeodezike për projektimin e ndërtimin e hidrocentralit të Fierzës. I dashur Nipçe, këto janë ca kujtime që ja vlen t'i ruash
me shumë përkushtim, dashuri dhe vlerësim, sepse tregojnë një talent të jashtëzakonshëm dhe mund të them që ky është ndër më të rrallët. Dhe unë kam dëshirë që këtë album të ta lej ty, edhe kur mos jem unë dua që ti këtë ta ruash dhe t'ja tregosh ndoshta fëmijëve tu se çfarë ka bërë dora e njeriut. Se në atë vitet që do të vinë, teknologjia do bëj punë e vet, siç ka filluar ta bëj dhe mund të bëj lloj shkrimesh, por ajo ngelet teknologji, nuk është nga dora e njeriut. Prandaj këto janë kujtime të paharruara dhe të vlefshme. Unë e kam akoma në mendjen time pozicionin e tavolinës mamas time, kur shkonja dhe e takonja, gjithmonë në krye të punëve dhe përveç lodhjes që ajo kishte, gjithmonë ka qenë edhe e vlerësuar nga titullarët e saj të kohës, siç ka qenë edhe ky vlerësim që ta tregova më parë nga presidiumi i Kuvendit Popullor të asaj kohe, që i vlerësonte njerëzit e punës. Besoj se do kesh ngelur i kënaqur, i habitur dhe falenderues që më dëgjove, dhe do të donja që këtë që do ta dorëzoj ty, ta ruash si sytë e ballit. Nuk ka vlerë monetare, po ka vlerë shpirtërore. Me kaq ta mbyll këtë fragment historie të gjyshes tënde, që jam unë, gjyshja jote. Tani ta mbyll ashtu siç e kisha ruajtur, për ta dorëzuar ty në këtë rast. Falenderoj dhe të gjithë ata shikues të saj copëze historie, dhe mendoj se kush ka pasur durimin për të ta parë këtë video deri në fund, ka qenë edhe vlerësues pozitiv i kësaj pune të gjyshes, të stërgjyshes tënde. Mirupafshim.